Për herë të parë, partitë politike kanë vendosur në listat e kandidatëve për deputet shqiptar që jetojnë jashtë kufive të vendit për të dhënë një mundësi përfaqësimi 246.000 zgjedhësve që janë regjistruar nga diaspora. Vera Ndrejca, profesoresha asociuar, punon në një prej universiteteve më të njohura në Britaninë e Madhe, e vendosi të garojë për Partinë Socialiste në qarkun e Shkodrës nëpërmjet platformës Deputeti që dua. Në intervistë për Vision Plus, Ndrejca tregon pse zgjodhi Partinë Socialiste. Unë jam bashkuar Partisë Socialiste në këtë betejë elektorale, sepse unë kam konsistuar në një zhvillim të Shqipërisë që nga viti 2013, leadershipi ka një vizion shumë të qartë për të çuar Shqipërinë drejt Europës. Edem Aga hyri në ambasadën franceze në 2 korrikun e vitit 1990, e prej asaj kohe jeton në Francë kur sipërmarrës. Zgjedhja për të garuar me Partinë Demokratike është e thjeshtë për Edem Agën, pasi ai gjithnjë ka qenë me PD-n. Kam punuar në Francë, fillimisht si punëtor, pastaj funksionar, pastaj si sipërmarrës. Pra jam i djathtë. Isha i djathtë para se të largohem nga Shqipëria, edhe kam mbetur i djathtë edhe në Francë. Edem Aga po punon në zonën e Farkës dhe fshatrave përreth Tiranës, se tregon shqetësimet kryesore të banorëve të këtyre zonave, të cilat sipas tij vetëm Partia Demokratike mund t'u japë një zgjidhje. Gjëja kryesore është prona. Nuk kanë akoma letrat e pronave, ajo që quhet tapit, legalizimet, apo problemet e tjera siç janë ujësjellsi, dritat, kanalizimet, ujërat e zeza është katastrofë. Në fshatra që janë 5-6 kilometra, 10 kilometra nga qendra e Tiranës. Vera Ndrejca po bën fushat malsinë e madhe, ajo beson se qeveria e Partisë Socialiste do të përmirësojë arsimin për të ndalur largimin e të rinjve. Përmirësimi i kualitetit të arsimit të lartë në pikpamjen time do të thotë ndikimin në emigracion të rinisë shqiptare, sepse ne e dim që një nga plaget më të mëdha të shoqërisë shqiptare është emigracioni. Edhe pse u përkasin partive të ndryshme politike, kanë mendime të ndryshme për mënyrën si duhet qeverisur vendi, kandidatët e diasporës kanë besim tek vota e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, si faktori që do të bëjë diferencën në 11 maj. Unë absolutisht e shikoj si një moment historik që diaspora më në fund ka mundësi që të ketë zërin e vetë në parlamentin shqiptar. Nëse një ndryshim ndodh, këtë ndryshim e bën vetëm diaspora, sepse këto njerëz të lirë që jetojnë në vendet demokratike, demokracitë pjekura quhen, që nuk kanë asnjë lloj presioni, as nga administrata, as edhe nga njerëzit, do të votojnë ajo që quhet on a me conscience. 1,3 milioni shqiptarë diasporës pritet votojnë në 11 maj, por pavarësisht peshës së madhe të votuesve nga diaspora, 2 parti të mëdha kanë vendosur pak kandidat nga komuniteti shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, e asnjë prej tyre nuk është vendosur në pjesën e mbyllur të listës, por në pjesën e hapur. Mbetet për të parë nëse në 11 maj shqiptarët brenda dhe jashtë kufive do të vendosin me votën e tyre për të çuar apo jo në parlament një përfaqësues nga diaspora.